ne kemi marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë dështu në kuvend dhe ende nuk janë. Do thotë e kemi edhe zyrën e BE-s në Kosovë që në vazhdimsi ka pas kritika për formën e qeverisjes. Edhe nuk mjafton kjo pra që këta gjithmonë të jenë kritik në BE. Ne nuk kemi shtet i cili mund të distancohemi se ta kritikojmë BE. Ne duhet të kryjmë detyrat tona në raport me BE, kryesisht marrëveshja e orit, në nënshkrimi i marrëveshjes orit, aneksi është kryet tema e secilës politik përfshirë dhe dialogun, është kryet tema e secilit diplomat që vjen në Kosovë. I dëgjova me shumë vëmendje dhe vizitat e fundit të dërguarit të BE-s në Kosovë. Theksi u vë pikërisht tek marrëveshja e orit. Zbatimi i marrëveshjes së orit është piknisja e secilit hap për të vazhduar tutje në raport me BE-n, madje po besoj që edhe për largimin e masave, përjashtoj këtë lëshimin pet fundit të kryeministrit Kurti që e bëri për dokumentat ilegale të Serbisë, nuk është se po shohim diçka tjetër në raport me përafrim. Atë marim nga një reagim nga dy kolegët e më pas përse keni rastin që të përgjigjeni të gjitha këtu. Zoti Jaka, ju e monitoroni vazhdimisht punën e Kuvendit Kosovës si Instituti Kosovës për drejtësi dhe a ka ndikuar kryesisht blokada institucionale gjatë vitit 2025 që tjetë ky vlerësim që Kosova e ka pasur një vit të humbur? Betim, ato që thot raporti Terras është atë që e kemi thënë ne si këtë përmes raporteve të ndryshme, konferencave e hulumtimeve të ndryshme. Dohon nuk ka diçka përtej asaj që ne e kemi thënë, fillimisht mungesë të vullnetit politik për me mbri konsenzus, për me pas dakordim ndërmjet akterëve politik, pra partive politike, po këtu veçanërisht lëvizjes vendosje, sepse lëvizja po duket sikur e ka kuptuar që kur mërrin në pushtet më shumë është privilegj se sa edhe përgjegjësi për me ushtru mandatin cilin të ka dhënë populli. Dhe në rastin e vitit 2025 ne kemi mbërri me pa se si partia e parë, pra lëvizja vendosje, nuk mbërriti që për një vit të tanë ta zgjedh një kryetar ose kryetare të kuvendit. Edhe kur u zgjodh sërish prap me problemet të cilat ishin që konfirmuan pasaj edhe përmes gjykatës kushtetuese. Pra, një mungesë e vullnetit politik për konsenzus edhe dakordim në mënyrë që me i qu proceset përpara, në ndërkohë ka pasur vullnet që të mos mbërrihen disa caqe kryesore. Ta përmendim, si që është të përbëse që gjatë emisionit, i përmendim në detaje, strategjia kundër korrupsion. Pas ta munges të zbatimit të strategjisë për shëndim të ligjit është e vendosur në raport. Pasa një vullnet që nuk mund të spjegohet që lidhet me cënimin e lirisë së medias. Dohon është raporti konfirman për rangimin e Kosovës në vende më poshtë sa viteve të tjera, ku ta zëmë raporti progresit përmend veçanërisht kryeministrin edhe deputetët dhe zyrtarët e partisë në pushtet. Kjo është e vërtetuar, pra kryesisht viti 2025 me të drejtë thuhet që është vit i humbur edhe në aspektet e tjera, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, në temat të cilat janë në ekonomi, ne shënë marrëveshje të azëm nga plani e rritjes janë që në dhjetor të vitit 2024 të shkruara të dakorduara, por që nuk mbërreten për të bërë për shkak të mungesës dialogut të partive që me e zgjedh një kryetar kuvendi, një qeveri dhe pastaj me miratu këto. Në secilin rast ka pas, si me thonë, devijime nga partia e parë, nuk përjashtot këto përgjegjësia edhe e opozitës parlamentare, por kryesisht tek për aktiviteti ose tek aktiviteti tyre që ta bëjnë ta zëmë një konsenzus edhe ata për çështjen e nënkretarëve të veçanërisht të atij Komitetit Joshumit Serb. Të përmendim që partia të zëmë Lidhja Demokratike e Kosovës e votoi atëherë nënkretarin nga radhët e Komiteteve Joshumit që është Nenad Rashiq, duke ditur që është shkelje kushtetuese, ndërkohë kishim edhe PDK-n që abstenonte për ta zgjedhur njërin nga të propozuarit nga
nga komuniteti shumicë serbë që propozojnë nga 9 deputetet. Pra ka pasur mundësi që të kalohej, sikur se partit të benin dakord që ta votonin një nënkretar. Po fillimisht përgjegjësia e partisë së parë, që ka përgjegjësinë kryesore, që me qenë se është e para, edhe ka barën kryesore që me i pri çështjeve, po besoj që gjatë emisionit në detaje do t'i hymë të. Zoti Marmullakaj, nga perspektiva e integrimeve evropiane, sa serioz është ky mesazh që vjen prej Parlamentit Evropian për Kosovën dhe çfarë sinjali e paj për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian? Po, përmenden disa aspekte që paraqet raporti, ndërsa raporti është shumë serioz për sa i përket procesit e integrimeve evropiane, edhe pse edhe përkundër faktit që është draft raport siç u përmend nga ana e deputetës, megjithatë ky draft raport vetëm konfirmon të gjeturat që janë në raportin për vendin e Bashkimit Evropian për vitin 2025. Do thot, e përmend faktin që ka ekzistu një ngërç politik, që faktikisht ka ekzistu një vit i humbun në funksionimin e institucioneve të vendit, dhe si rrjedhoi për shkak të këtij ngërçi politik dhe vitit të humbur, Kosova ka qalu në aspektin e procesit e integrimit evropiane. Ka qalu në miratimin e një seti të reformave të cilat kanë qenë shumë të nevojshme për procesin e integrimit evropiane, për marrjen e asistencës për avancimin e Kosovës në integrimet evropiane. Naime përmeni faktin që nga viti nëntori 2024 e kemi growth plan, marrëveshjen për growth plan të negociuar dhe gjatë 2025-s kjo marrëveshje nuk ka arrit të miratohet. Nuk ka arrit të miratohet dhe si rrjedhoi, nëse shiqoni growth plan, në start Kosova ka pas të përfitoj një shumë të caktuar të mjeteve për krahje për avancimin e reformave apo përgatitjen e reformave për procesin e integrimeve evropiane. Marrëveshja e growth planit është e hartuar asisoj që është përkundër një seti të indikatorëve, ku të gjithë këta indikatorë kanë një vlerë të caktuar të përkrahjes që i jepet nga ana e Bashkimit Evropian dhe vlera shkon për mbi 880 milion euro. Tani, ne e kemi në më shumë se një vit të humbur dhe raporti e përmend edhe faktin që edhe gjatë 2026-s ne potencialisht do të hymë në zonën e kuqe, ku potencialisht mund të mos kemi ende, vazhdojmë të kemi ngërçe edhe mos funksionim të institucioneve. Dhe si e tillë, marrëveshja e growth planit është deri në vitin 2028. Sa mund të kenë institucionet tona kapacitet për absorbimin e mbi 880 milion eurove për përgatitjen e atyre reformave, kur ne nëse do të kishim institucione funksionale dhe me gjithë tempon në hartimin dhe miratimin e reformave, potencialisht mund të mos arrim këtë afat kaq të shkurtër të zbatimit të growth planit. Është njëra prej aspekteve që e cënon dhe cungon kapacitetet e Kosovës për procesin e integrimit evropiane. Element tjetër i përgjithshëm në këtë proces është që siç edhe u përmend edhe nga ana e deputetës, opozita. Këtu po kemi një tokë fjalësh të fajvënjes, më shumë se sa një tendencë që institucionet të jenë funksionale dhe të zbatojnë një setin e reformave dhe obligimeve që janë të dakorduara dhe ato që janë të evidentuara nga ana e Bashkimit Evropian.